Nga Kumanova e deri në Struk, dita e dëshmorëve është shënuar me vizita tek vendprehjet e dëshmorëve dhe me omazhe për të përkujtuar sakrificën e tyre. Në këtë ditë me peshë të veçantë historike e kombëtare u përkullën me nderim para veprës së tyre të pavdekshme, duke rikujtuar se liria dhe dinjiteti që gëzojmë sot janë fryt i gjakut dhe përkushtimit të tyre. Lideri i PD-s Ali Ahmeti me rastin e ditës së dëshmorit në qendrën memoriale nëna shqiptare në Zajas nderoi të nënët e lirisë dhe dëshmorët e kombit që ranë në altarin e lirisë gjatë periudhave të ndryshme kohore. Homazhe dhe nderime u bën edhe në vendprehjet e dëshmorëve në kuadër të brigadës 112 Mujrin Aliu tek kompleksi memorial afër Teqes në Tetov në organizim të shoqatës së veteranëve të luftës së ushtrisë çrrimtare kombëtare. Sot është dita kur nderojmë dëshmorët e kombit, herojt të cilët luftuan për idealet e larta dhe dinjitetin ton kombëtar. Sot është një ditë për të reflektuar dhe nderuar sakrificën dhe heroizmin e bijve dhe bijave të kombit të treguar gjatë luftrave çrrimtare. Kujtimi i tyre është drita jonë, heroizmi i tyre trashëgimia jonë e përjetshme u tha në këtë ceremoni përkujtimore. 5 maj, dita e dëshmorëve të kombit, është shënuar edhe në komunën e Tearcës duke bërë homazhe dhe duke kujtuar me respekt e minjojë të thellë sakrificën e tyre ndër vite. Homazheve u ka paraprir edhe kreu i komunës së Tearcës Daud Memishi. Janë vizituar vendet ku prehen dëshmorët duke rikujtuar se liria dhe dinjiteti që gëzojmë sot janë fryti i përkushtimit dhe gjakut të tyre. Në ditën e dëshmorëve kujtojmë me nderim të thellë të gjithë bijtë e bijat e kombit shqiptar që dhanë jetën për liri dhe dinjitet. Sakrifica e tyre është themeli mbi të cilin ndërtojmë të ardhmen e fëmijëve tanë, ka shkruar në Facebook kreu i komunës së Tetovës Bilal Kasami. 5 maj është dita e kujtesës, dita kur emrat e dëshmorëve ngrihen mbi kohën dhe bëhen pjesë e përjetësisë së këtij vendi. Ata lanë pas një amanet të rëndë e të qartë, të ecim përpara, të punojmë çdo ditë dhe të mbajmë gjallë idealin për të cilën ranë. Kjo përgjegjësi është mbi ne, shkroi Izet Mexhiti në Facebook.